Është vera, koha kur kosovarët mësojnë Shqipërinë për pushime, por ka edhe dikush që e bën rrugën e kundërt. Një grup prej rreth 30 shtetase shqiptar ka zgjedhur këtë diel që të vizitojë ujvarat e Mirushës. Afërdita Palla që edhe këtu sefte dhe enkas nga Athina e Greqisë mbeti e mahnitur. Erdha Kastile për të bërë këtë udhtim kaq të bukur. Kosova është e mahnitshme, çdo gjë që shikoj më mahnit, jo mua po të gjithë. Unë do vi përsëri dhe do i shikoj përsëri. Ujvara e Mirushës që ka një perl e Kosovës dhe shqiptarëve. E dikush që këndej vjen më shpesh ka disa ankesa. Infrastruktura në disa venet le shumë për dëshiru, siç është 3 kilometër i rrugës Mirushës. Ka pas ditë që ne kemi qellu dhe të bllokum, pasi unë këtu pothuajse vi çdo diel. Ndërkohë, Fatmira Gjoni që i ka për merak bukuritë natyrore të Kosovës ka një porosi për ruajtjen e maleve të rrugovës. Ka mjaftueshë malizi toka shqiptare, nuk është e nevojshme me na marrë dha copë, sepse është një nga pjesët më të bukura të vjeshkëve të rrugovës. Nga këtu nuk bën të largohet askush pa bërë fotografi. E këta banorët e Shqipërisë momentit i jepen edhe frymë simbolike. Edhe rrugën përderi tek mjeti i tyre i udhëtimit e shoqërojnë me këngë patriotike. Sa e madhe Shqipëria.